Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj një ditë të mbar në çdo drejtim. I ftuari im i këtij mëngjesi është Roland Guli, një emër i njohur i muzikës, instrumentist, flautist, kitarist, kompozitor i këngëve mjaft të suksesshme, shumë prej të cilave të evidentume në festivale të ndryshme në Shkodër, por jo vetëm. Drejtues i mjaft veprimtarive muzikore të qytetit, edicioneve të ndryshme të Luleborës në vite, edicioneve që vazhdon me festivalin mbarkombëtar të këngës për fëmijë, dhe natyrisht në një veprimtari shumë të veçantë pedagogjike, akademike në Universitetin Luigi Gurakuqi, prej 25 vitesh. Një përvojë e gjithanshme muzikore, një përvojë formuese e cila transmetohet tek brezat dhe tek spektatori me të cilin ai ka gjithmonë një marrëdhënie mjaft të bukur. Së fundmi, Roland Guli është autor i metodikës së edukimit muzikor, që i drejtohet kryesisht mësuesve të arsimit parashkollor dhe fillor, një botim voluminoz i cili natyrisht ka detajuar metoda, teknika dhe materiale të referueme për një zhvillim të drejtë muzikor. Sot është i ftuari im, siç u thash në kryet e herës. Mirëmëngjes, Nadia Mir Roland, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në studio. Çdo herë vini i mbarsur me një veprimtari a një tjetër, por sot nuk është befasuese për mua, sepse marrëdhënia me studentët, por me fëmijët kryesisht është shumë e hershme, apo jo? Po. Marrëdhënia e mësimdhënies është nga viti 2001-2002 deri tashti, ndërsa marrëdhënia me fëmijët, me punën me fëmijët daton shumë herët, fillimisht si instrumentist në vitet 70 e sa që kemi qenë klasë 4, klasë 5, pastaj si mësues i edukimit koral në qendrat kulturore të fëmijëve, në festivale, redaktor muzikor dhe muhdhec artistik prej 25 vite. Është një ecuri, është gjithë jeta juaj profesionale, apo jo? Po, mendoj se po, dhe të gjitha i shërbejnë njëra tjetrës. Një jetë me muzikën. Muzika duhet të ndezë zjarrin në shpirtit të njerëzve. Kjo thanje lapidare e kompozitorit Ludwig van Beethoven më duket se është një motiv shumë i bukur për të gjithë njerëzit, por në veçanti për ata që muzikën e kanë të përditshme si profesion, apo jo? Po, patjetër, muzika është një pjesë e jetës. Ne jemi të mbarsur gjatë gjithë goditën e gjatë gjithë ditës në muzikë, dhe duhet të japim edhe një përgjigje se ç'është kjo gjumë kaq interesante, universale që nga fillimi i njerëzimit edhe sot e kësaj dite, ato 7 nota janë në fakt, por kombinimi i tyre është kaq i veçantë, gjithmonë është sjell një diçka të re, është një krijim i ri, kështu që muzika vazhdon edhe sot e kësaj dite të ketë një peshë shumë të mirë në formim. Prandaj ndoshta merr një rëndësi të veçantë, mendoj unë, në formimin e fëmijës, edhe të personalitetit që ndërtohet mbi këtë fëmijëri. Dhe një mësues si muzike nuk është thjesht një mësues që mbaron misionin e tij me aranin e zilës së orës, ndoshta këtë shprehje shpesh e përdori, por që më lind nga ajo vazhdimsi detyrimesh që ka një mësues edhe kur mbyll derën e klasës. Një mësues i muzikës nuk është thjesht me mësu një këngë, ose mendoj kështu, apo jo? Patjetër, mësuesi i muzikës ka një mision tjetër përveç kësaj, edhe mësimi i këngës është tek ajo të formimi, sepse kënga është gjinia më thjesht dhe më godet më demokratike. Por ama mësuesi i muzikës ka një qasje ndryshe. Të gjithë ne e majmë mend
jo ne që kemi studiuar në shkollat muzikës, po në shkollat e tjera mësuesi i muzikës ka kënaja figura e tij, por e bashkangjitur me një fizharmonik që ka shku në klasë për klasë me gjetë talentet. Ndoshta ai s'ka kanë mësuesi, ai mund të kenë mësuesi i 9 vjeçarës ose i 8 vjeçarës në atë kohë, por ka shku edhe te klasa e parë. Pra, do të thotë, po nuk shka një mësues i një kurrikule tjetër në klasat e tjera, kur vjen rradha, ndërsa figura e mësuesit të muzikës kujtohet nga të gjithë, dhe kjo është esencia dhe të bamonit muzikë gjatë gjithë periudhës së shkollës. Nderim dhe respekt për të gjithë ata mësues shumë të nderuam. Kur mendojmë ato festivalet ose konkurimet e shkollave, një kor me mbi 50 vjet, ndoshta edhe më shumë, ndoshta edhe më shumë, me 3 zane, dhe një mësues me fizharmonikë aty që jepte merrte, skuqi, zverdej, djersinte, emocione të fuqishme, por që transmetohej dhe janë të paharrueshme ato aktivitete. Patjetër, ne kujtojmë të gjithë ato konkurimet, edhe konkursi e ka vetë atë sfidën me veti, por ama efektin e kishte shumë të madh, sepse çdo fëmijë ditë të këndoj. Edhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Shumë e bukur. Ju shkruat një metodë, një metodik. Dhe kjo do të thotë që keni pasur një ngacmim. Atëherë, unë kam filluar punën në 2002, realisht tamam. Dhe materiali që trashëgohej ishte shumë i pakët. Kujtoj që kam pas rreth 7-8 fletë të shkruar me shkrimdorët, dhe ishin disa elemente metodike. Dhe kujtoj si sot do të jepsh mësim në një korrespondenca. Dhe korrespondenca ka një numër shumë i madh. Programi i shkencave të edukimit të mësuesi i ciklit fillor. Që është një mësues shumë dimensional. Patjetër. Dhe unë aty do të mbishin rreth 120 studenta. Dhe unë nisa me atë naivitetin, do ta zgjidhë disi situatën, po s'kisha material sa për më ashtu. Dhe për fat vinë rreth 2 studenta. Jo më tepër, sepse ishte ajo periudhë që unë ndrote pedagogja, po vjen as po vjen, dhe aty e pash vetin, ata gjysa aty ne ishin mësuese ciklit. Pra unë do të ishe një person shumë i përgatitur me dalë përpara tyne. Ata kishin përvojën e vetë? Kishin përvojën, por ishte thjesht e lidhur me muzikën që atë mos sa kishin tamam. Mirë, pa aty e pash vetin që duhet me hi thellë, sepse ishin rreth 15 javë që do të bante metodika, dhe unë e qëllim vetin që jo qëllim, por me mladh materiale për të jesh i përgatitur. Seriozitet që ju karakterizon juve. Patjetër, sa aty kur delish para tyre. Dhe pastaj kam punu për me gjetë materiale realisht në Shqip kemi jashtëzakonisht pak. Ishte një fashikull i Tonin Zadeja, Spiro Kalemi, e kujtoj me disa tema që disi më ndihmune për fillimin. Pastaj kam hulumtu në gjuhë huaj materiale që fillova të selektoj edhe që përshtaten edhe për realitetin shqiptar, materiale muzikore që i përshtaten realitetit tonë etj. Dhe arrita deri në botimin e këtij. Unë realisht me këto leksione kam punu për vitet të tana. Pra, është një eksperiencë që ju e keni lëvruar. Absolutisht, sepse ti e jepat, por do të pritesh edhe reagimin se sa janë ato të përgatitur për të marrë këtë lloj hapash që ti përgjigjen. Çfarë rezultoi? Atëherë ka gjëra që të rezultojnë të suksesshme, ka gjëra që nuk të rezultojnë të suksesshme, dhe ti pastaj bëhesh selektiv dhe fillon e gjen se ajo ç'a shkon dhe ç'a nuk shkon në metodikën. Që du të thamë që shkon e që nuk shkon. Bile unë kam pretendu që disa prej kapitejve me edha një mësuese të ciklit fillor, ose të parashkollorit, lexoj. Jenë gjendje ti në radhë partë ti kuptosh. Pastaj ta vesh në jetë. Shumica shkojnë të kuptimi. Për ta vënë në jetë pastaj janë edhe disa elemente tjera që janë
talenti muzikor, veshje muzikor, veshje ritmik, prakticiteti, dhe dikush e ka, dikush nuk e ka. Por, unë si krijuesi metodiks, unë nuk mund të mendoj unë do të gjej një vit të mesme. Sepse mësuesi nuk mund t'i ketë të gjitha ai që nuk ka këtë aftësi, nuk e bën. Po ai që e ka materialin, e ka metodën. Pra din se si të shkoj në përfundim. Sepse po ta shihësh ti, mundesh për pa edhe një kapitull që është po din mësuesat e fillores ta bëjnë këtë. Unë kam për detyrë për me e bë dhe unë mendoj se me një arsimim të mirë të atij program që kemi ne, duhet. Pra ne mendojmë për prandaj është mësuesi fillor, sepse duhet të zotroj shumë anë të formimit që janë bazë tek ecuria e një fëmije, apo jo? Patjetër, kjo domethënë, ne nuk mund të mendojmë gjithmonë për një të mesme ose poshtë. Ne mendojmë të mesme edhe lart në metodike. Një mësuesi fillores duhet të jetë artist në të gjitha aspektet, në të gjitha lëndët, nuk është e thjeshtë. E formon bazën themelore, dashurinë për shkollën, për mësimin, qasjen ndaj lëndëve të ndryshme, ndërmjet të cilave muzika është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse ajo ka edhe elementin argëtues brenda. Ka edhe atë magnet të bukur, por ka natyrisht edhe drejtimin e duhur. Patjetër, për ndryshe. Prandaj është mësuesi. Patjetër. Ku është thelbi i metodës suaj? Ku qëndron? Ku e mbështetni? Atëherë, si koncept ne duhet ta kalojmë një perceptim që kemi ne për muzikën. Muzika nuk është vetëm interpretim, por është edhe teori. Muzika është dije. Duke qenë dije, ka dhe objektin e saj. Nuk është thjesht hedonistike, thjesht për me kalu kohën. Është njohse, është formuese, dhe ky koncept është i kohershëm, është që në antikitet. Cili është ajo qëllimi i muzikës? Ka 3 qëllime kryesore. Njëra është hedonistik, i bukur, i këndshëm. Tjetra është edukim, tjetra është kulturë, është formim. Të janë 3 pilastrat e kurrikulës dhe edukimit muzikor. Ne këtë do të kenë, dhe sa filloi edukimi muzikor me studentët i tham, a doni përdor muzikën si diçka argëtuese apo si dije? Në qoftë se ju keni për detyrë ta përdorni muzikën si dije, në qoftë se do të ishte vetëm hedonistike, vetëm ajo argëtimi, që kuptim ka atëherë? Pse do të hinte formimi? Atëherë ai që organizon kurrikulat thot, po lënë prakte. Mos e fut këtë lënë një orë clear që i ka vënë një qëllim. Ashtu si i ka vënë të gjitha lëndëve, ashtu si i ka vënë edhe asaj të arteve, edhe pikturës, edhe tjetrës, i ka vënë një qëllim të caktuar. Dhe kjo luftë është e hershme, por është edhe e sotshme. Pra duke e menduar në këtë mënyrë, ne themi, kemi parasysh, ky është një instrumentist i mirë, po marrë se do të japin edhe këtë orën e mësimit. Jo. Nuk është të thjeshtë. Nuk mundesh me kënd një instrumentist i mirë dhe u futet ajo klasa, një flautist i mirë dhe u futet ajo klasa dhe ti din të shtimë dha. Po s'patë disa elemente, po si tha Vedit, që unë do ta konsideroj, jo vetëm këtë për kënaqësi, por edhe si formim, edhe si ka historinë e vet. Ashtu si ka historia e muzikës, dhe në mbi bazën e historisë muzikës, mbështetet edhe edukimi, vetëm edhe formimi. E vërtet. Ju e mbështetet këtë metodikë në programin mësimor të këtyre viteve të formimit të fëmijëve? Atëherë, diçka në programin, por ne universiteti ka një filozofi të vetën, që pedagogu organizon edhe kurrikulën. Sa më e mirë dhe sa më e mbështetur në realitet tjetë ajo, sepse kemi sa herë na duhet për me selektu, sepse vjen e fryme që nuk është kja. Dhe kjo shpesh herë edhe në kurrikula tjetër. Ne shohim edhe libra të tillë kaq trash që për fizikën, për kimin, për këtë. Që kanë vetëm fjalë dhe nuk kanë formula. Po, kjo është, pra ideja është që ti do të mbështetesh në një kurrikul të caktuar
që e the parë, domethënë, të është edhe eksperjenca. Pra unë 40 vjet kam me mësu fëmijëve të mësu aktivitete, jo vetëm në klasë, po jashtë klaset në aktivitete të ndryshme, kjo është një eksperiencë jashtëzakonshme. Plus pastaj edhe 25 vjet si pedagog. Në çmosh mendoni ju se duhet të filloj si edukim muzikor? Për ti met besnik edhe kësaj që unë kam shkëru, i takon qysh 2 vjeç, qysh 3 vjeç, sepse e fillon ndoshta kërët thjesht me rrimat. Rahim, dora, se na vjen, sa gja bukur, po, ke prekur në një tem që shpet fëmijëve i vjen në vesh një muzikë tjetër, e të mërshme. Dhe sa gja e bukur është rahim, dora, çdo gjatë që t'jetë ndjesi pra, kjo është kjo, ka rrimen e vetë, ka melodinë e vogël që mund të, pra është një mënyrë që muzika t'jetë bashkë me rritjen. Por kur shkon në kopë është natyrisht një mësuese duhet të zgjedhë ato teknikat e veta edhe këngët e përshtatshme. Kjo metodik përveç metodave ka dhe teknika. Dhe materiale muzikore. Mund të flasim pak për ta? Atëherë, e nisi, pra, e para ishte ajo që ne u munduam për më thënë është pse muzika, pse dhe si vjen, cilat janë ato, nuk them formulat, po qasja që do të ketë muzika, sepse funksionet formuse të edukimit muzikor janë disa, janë komunikativ, njohës, kulturor, estetik, nërkulturor, e tjera, dhe të gjitha i japin përgjigje ides që po, muzika duhet jetë. Por ideja është që mos ta lëm vetëm me fjalën muzika duhet jetë. Atëherë na jena në një realitet. Orën e muzikës e kanë kaluar 2 në 1. Dhe në një kështu ballafaqime që i bëjmë ne, mirë, dakord. Edhe një mësues në disa shkolla. Në disa, se ajo vjen natyrshëm. Atëherë ato që e kanë kaluar 2 në 1 kanë përdorur disa argumenta. Kanë thënë diçka, ose kanë kaluar një fiskultura në 3. Kanë përdorur disa argumenta. Atëherë ne e kemi ato argumenta apo jo? Sepse duhet argumentat të jenë të justifikueshëm që të kalojmë nga 1 orë në 2 orë edukimi muzikor. Por ama duhet kemi argumentat e saktë. Duhet një përgatitje e mësuesave të muzikës që realisht të ketë vlerë, se ti i tesh fill, tha ti, po, pse me kalu nga 1 të 2. Por ama duhet të japim argumentet e mira që ne dhe mundohem të jap tek kjo, sepse duhet të kalojnë. Dhe bashkangjit me këte, unë jap edhe disa një kujt për se si me i bën këto, dhe si me shku të kjo, sija e përgjigjes kësaj. Se ne mund të flasim sa dësh, por në momentin kur ti nuk është. Dhe unë kam bën një rrugtim të caktuar që nga mosha krejt e vogël, në parashkollor, duke përzjedh materialet e përshtatshme për këtë, pra cilat janë eksperiencat muzikore janë me anë të lojës, me anë të ekzekutorit, me anë të kënuarit, me anë të dëgjuarit dhe me anë të krijuarit. Këto janë elementet muzikore, eksperiencat muzikore që ti të i përshtatesh me fëmijë të vegjël. Dhe rrugtimi i materialeve shkon nga elementet më të thjeshta tek më të ndërlikuarat, po pa i vendos që i kjo është për këtë moshë, një kjo për këtë moshë. E lirë në përzgjedhjen e mësuesit, se çfarë më. Pra, teknika se si mund të mësosh rrimat, këngët recitative, këngët me histori, këngët për moshat e vogla. Ne kemi pas gjithmonë probleme me këngët për moshat. Pastaj duke rrit dhe duke u përshtat repertori, përgjithsisht kjo metodë është për ciklin parashkollor dhe fillor. Por mund të përshtatet këtë kollaj edhe ciklit 9 vjeçar, në qoftë se ato përzgjedhjet që duhet si metodik qëndron ashtu e tillë.
pastaj mund të përshtatet me materialin që i përzgjedh ti. Kam përshtypjen se gjua muzikore e moshave të vogla edhe e përshtatur me fabulën që jetohet, që ndjehet, që perceptohet, duhet të jenë së bashku në një paralele, por që duhet të jenë në hapat e parë të këtij formimi, apo jo? Patjetër. Ju keni propozuar materiale të tilla në këtë metodik? Po si? Është voluminoze, është shumë serioze. Është një botim që vërtet ka partitura, ka materiale që ju shumësuesve mund t'ja jepni si në pjatë. Apo jo? Por është shumë edhe tematika në të cilat mund të kaloj pikërisht realizimi i këtyre materialeve muzikore. Ja për shembull, po? Unë kam këtu te ky libër janë selektuar rreth 100 këngë. Këngë loj, këngë për moshat vogla, këngë për tematika nga realiteti i shkollës, këngë për festat e abetares, këngët që janë nga problematika që shqetësojnë fëmijët gjithkund, dhe të gjitha botën janë fëminore, bota fëminore me të gjitha sfidat që ajo ka. Patjetër. Pra, në një farë mënyrë, unë jap një lloj, dhe kjo duhet ta theksoj. Nuk është vetëm eksperjenca jemja në repertorin janë të testuara. Janë që nga festivali i 40, i 45, i 50, që ne bëjmë retrospektiv e materialeve më të mira që i kanë met në mendje në veshin e fëmijëve. Dhe duhet përmend tu selektimi i këtyre këngëve është edhe kontribut edhe Kujtim Alis, se bashkë kemi zgjedh këngë të cilat janë ata dhe të janë të testuara në një farë mënyrë. Pra ka një patent profesionale në përzgjedhjen ajo që sugjeroj unë. Pra, kushdo mundet me sugjeru tjera, ama ajo që sugjeroj unë është që të përqendrohen mësuesit e muzikës në farë mënyrë, mos thojnë nuk kam ku e gjej materialin, që ku është materiali. Në qoftë se të përshtatet mirë, dakord. Në qoftë se ti mendon ndryshe, sepse të gjithë janë, por ama një bazë e ke. Thjesht, ti të më bën festën e abetares. Për festën e abetares ka rreth 10 ose 12 këngë të vendosur në eto. Të gjitha, pra do më bën me mosha të vogla kret. Po, ke Delia Rut, ke ndërtuam një dollap, ke sa kanë me fabula interesante. Pra, në qoftë se dën ti për zgjell, e ke, pra është i rëndësishëm edhe repertori. Sepse në momentin që i propozojmë diçka. Përmendet disa titull këngësh, si ka ndikuar hershmëria juaj që kur keni qenë fëmijë, edhe në përzgjedhjen e mjaft materialeve. Sepse ne kemi jetuar një periudhë që shumë kanë me hite, nderim shumë për kompozitorët, për mësuesit tanë, për ata që na kanë edukuar me një frym shumë artistike dhe të bukur. Kanë mbet aty. Po tjetër. Ata janë që kanë mbet, janë fondi i arti, unë përgjithsisht mundohem mas me kanë nostalgjik. Pra nuk mund t'i tham veti që ka vetëm qingji vogël e më i bubre. Po ta kanë mbet. Po pse kanë një gjuhë muzikore të pa kontestueshme. Patjetër. Por edhe për këtë këngë, një merit është edhe rifreskimi i tyre. Me orkestracione të reja. Prum janë kohë, por ama edhe shoqënimi edhe i këngëve të sotshme. Pra në qoftë se unë mes vetëm te ato, do të thotë që po mirë pse jeni të bën këtë festival. Jo. E kuptoj. Evolon. Kënga për fëmijë, rijetësohet. Pra, ti sot ndoshta jetoni fruta perime, pra ka vendin e vet. Edhe ajo ka vendin e vet edhe kënga stile të tjera, por në momentin që ti i bashkon edhe këtë lloj kulture, rreth parë herë nuk je prap këto me këta. Jo. Është ky propozim, po janë edhe propozime të tjera që bëjnë një repertor që mendoj unë që është i larmishëm. Natyrisht
të punosh me një metodik do të thotë të kesh një qasje personale e mësuesit me nxënësin. Të afrohesh tek menaxhu me veshin tanë zanin e secilit. E mi dhanë frymëzim, edhe ati që nuk din me këndu, por që mund të përmirësohet bashkë me grupin ose edhe vetëm. Por me kenë mësuesi muzikës dhe me thanë edhe me spikat. Fëmijë, nxënës që kanë prirje, por mos me thanë talente. Si e ndihmon kjo metodik këtë proces? Atëherë, ideja e metodikës është se zën vend tek puna e përditshme që kam bërë me studentat. Dhe minimumi që mund bëjë një mësues i parashkollorit dhe i fillores është ta zbulojë talentin. Po në qoftë se ti vesh përballë me një nihilizëm, me një pabesueshmëri se aty ka talente, sepse është shumë probabile që në 30.000 që keti, 15 me pas vesh muzikor. Kishin problem me gjetë solista për bilbilet e vegjël të Shkodrës. Edhe marrin edhe unë, edhe kujtimi, edhe miri. Marrin fizharmonikën edhe po shkojmë në për klasa për të shohim. Dhe shkoj të i shkollë, shkoj apemen, edhe futem të klasa, më thotë, mësuesja e kishe pas studente. Thotë, ja, profesor, këtu nuk të në kërkush. I thamë unë, është e pa mujtën. I thamë, arri herë një aty, ma len mu, se në fizharmonikë, dhe ka një kongë thjesht, diçka. Sonte djenë, do të them ku isha, ishtë një kongë, që finjë të bashkë shumë shpejt. Ishe ba shumë edhe provojnë atë. I thamë asaj vajzë, hajde, i thamë, aja klasa kishte një 32 vetë. I thamë, një të 18 kanë besh muzikor. Dhe ti, mund të mas bash në i dam të malë se që s'po e qënë drejt muzikit. Ama, ka mundësi që një fëmijë ti i bën dam, sepse nuk e drejton drejt asaj që ai mund të ketë talent. Pra, minimali e kësaj, metodik, një kjo metodik, qënë drejt ides të gjanave të thjeshta, ndash me instrumentin, ndash me mënyrën e të kënurit, dhe fëmijët t'i bajmë me kënu, po me kënu jo materiale kote, po mi bazen po theksa edhe saj, që t'jenë të mësu me të këndurin. E din ti se që më bënë këherë vaki, filloj me kënoj një këngë në studentët, kanë arë për një atë punë. Filloj në qeshin. Thëmë, pse? S'kena kënu kur? Si s'ke kënu kur? Po ti, a keni ba 9 vjetë? Ja, hiqë ashtu, në këvedhe më të fanë. Pra, këto nëse të shti edhe pretendimet tona, të shku edhe pretendimet tona, duhen në pas bazat, thashtë në fillim, argumentat. Ne na duhen edhe argumentat. Dhe thonë që po ama edhe ne du të bëjmë mirë punën. Ka vështirësi sa dësh, por ama duhet ta bëjmë punën mirë. Duhet pasioni dhe pasioni që ta bëjmë. Pastaj vjen ajo edhe ideja sepse realisht me një orë muzika është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Por duhet tjetë edhe kja kam ullja jonë që në fund punët të mushim edhe që duhen jo një orë, po duhen 2 minimumi i edukimit muzikor. Por tjetë njaja që i përmendëm në fillim, jo vetëm me kalu kohën, po tjetë edhe formim, po tjetë edhe kulturë, që të themi ati tjetë që po e meriton kjo orë. Unë e kuptoj. Në planin e ngusht, kjo metodik është një dialogues i vazhdueshëm i një mësuesi, që mund të gjej metoda, teknika dhe materiale të vlefshme për të realizuar punën. Në planin më të gjatë, ajo i shërben një brezi, shumë brezave, në mënyrë që muzika të marrë vëmendje në trajtimin e drejt të çdo vlere që ajo ka, të çdo note që ka ajo. Vërtet Shkodra është një lulishte talentesh, por nëse do rrim vetëm me këta, do thot të bëjmë një sugjumë se këto talente dalin vetë. Ndoshta do dilnin edhe më shumë talente. Absolutisht. Apo jo? Po, tjetër. Dhe pikërisht kjo përgjegjshmëri, pasion, përkushtim, kjo ecuri që lidhet me baza të dashurisë për profesionin e mësuesit dhe të muzikës,
mund të ketë rezultate ende më të bukura. Apo jo? Po, hapi parë është për mua. Hapi parë. Ai që shton veç mirë i bën kësaj. Pra besoj se gjithmonë kur bëhet një hap i parë, mendohet për hapin e dytë. Mendoni që do t'i shtoni përsëri botime të tjera atij vështrimi që u keni mbi marrëdhënien që mund të kenë njerëzit me muzikën? Ndoshta e mendoj një libër, një repertori të mirë organizuar, këtu janë 100 këngë, janë mjaft, por me një shtesë të vogël dhe ndoshta edhe me shoqënim, edhe me audion, me një disk. Do të ishte një punë shumë e mirë, shumë e madhe, por kjo duhet se zban në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve. E kemi një projekt të tillë. Diçka shumë e bukur në Barcelonë. Çfarë ju ka shoqëruar gjatë hartimit të kësaj metodike, sepse është një kohë e gjatë, ju keni punuar, ju keni akumuluar më shumë, keni pas ndjeshmërinë tuaj, keni pas dilemat tuaja, duke testuar gjithmonë me auditorin, me studentët, me mësuesit, ato student janë bamësues, kanë kriju praktikat e tyre. Çfarë ju ka shoqëruar gjatë deri që keni ardhur në përfundim të kësaj metodike? Atëherë, si metodik ka një bibliografi të pasur. Mirë, po sekreti është që ti ta realizosh në një realitet ndryshe nga ai realitet që mundet me kenë i hulumtum kjo literaturë. Thash edhe herë, këtu jemi shumë mangut me këte, por të ndihmon kjo baza e literaturës ndërkombëtare, ka shumë, por du të jesh selektiv që ti përshtatis, dhe është veprimi muzikor, çdo kurrikull tjetër mundet me kenë shumë ma thjesht ta bëj për këtu, për vendin tonë. Por ama në muzikë ti do të përshtatesh ato materiale muzika ka gjuhë universale, por në të njëjtën kohë edhe individuale të vendit tonë, të këngës tonë. Pra kjo është kombinimi i këtyre dy elementeve bançi. Kur shikoj këtë botim dinjitos, edhe në volum, sepse i përkushtohet një periudhë të bukur që përkund talentin, që ofron në një qasje fëmijën me ndjesitë më të bukura të artit, të muzikës. Mendoj që roli i një njeriu që nuk rresh së punuari nuk mbaron asnjëherë. Ky jeni ju, Roland. Keni një formim të gjithanshëm ndaj kjo metodikë, më duket edhe besoj kur e marr në dorë me gjithë peshën që ka. Një punë shumë serioze. Një punë së cilës mund t'i drejtohesh pa frikë edhe të marrësh jo vetëm vlerësimin, por atë çfarë është më rëndësishme, të ndërtosh në shpirtin e fëmijëve, po edhe tëndin si mësues. Unë e kam hapur tek loja e shqiponjave, tek hapa dollapa, e kush e di sa kanë të tjera që flenë zgjohen në kujtesën dhe në hapat e rritjes së fëmijëve, e kanë shoqëruar dhe shoqërojnë vazhdimisht edhe kur ato të plaken. Prandaj këto hapa të formimit muzikor janë shumë të rëndësishëm dhe ju s'keni bazë gjë tjetër veç se një shërbim madhor që mësuesi të ketë një udhë rrëfyes në dhënien e këtyre njohurive të bukura të kësaj dije që quhet muzikë. Ju falenderoj shumë. Me plot respekt ju uroj mbarësi në të gjithë rrugtimin tuaj artistik, si kompozitor, si instrumentist, si drejtues i veprimtarive muzikore, por dhe si pedagog. Faleminderit dhe suksesa. Faleminderit edhe për idenë.